Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu në sheshin e Fjalës së Mirë, e këngës së bukur në Odeon. Sonte bilem do të vinë ata që edhe sinonimizojnë Odeonin, paraqitjen në skenë, fjalën e lirë, fjalën e bukur, fjalën e mirë. Zonë e Zotri, kemi thënë se në këtë pjesë të spektaklit tonë gjithmonë vinë margaritarët që rrëfejnë për përvojat e tyre jetësore, për zbulimet, për punën, për kreativitetin, inventivitetin, për gjërat të bukura që shndrohen pastaj në pistat tona për zgjidhje më të lehta në jetë. Do të vinë sonte një grup krijuesish, por në mesin e tyre kemi edhe një mysafir të veçantë. Ata janë edhe poet, edhe shkrimtar, edhe publicist, edhe diplomat, edhe politikan, edhe aktivist, me një aktivizëm të jashtëzakonshëm. Janë 3. Dhe do të thoj me radhë. Zonë e Zotri për ju, për ne, për të gjithë, Zotri ju nderuar, Reshat Sahitaj. Po kama neftë Bajdo ato tigjet, sepse do të aftojmë një musafir të veçantë që vjen... Po vjen një hikrastibi, thojnë latinisht, sot mua nesër ty. Fate të ngjashme, që dikur sikur ndoshta nuk na kishin honepsur, por sot ndajmë fatin e përbashkët në synimin për lirin tonë edhe të atyre. I pritëm krahapt. Dhe mendoj se bëm një gjatë të bukur. Ai vjen nga Ukraina, po ka gati 2 vite që jeton në Kosovë. Është gazetar, është poet, zonja dhe Zotri për ju, për ne, për të gjithë, Volodimir Martinov. Hajde, do të vinë vazhdim një musafir tjetër i veçantë. Dikur e kishim nisur bashkë në skenë. Kur synonim studimet tona në radhë të parë, merreshim edhe me aktivitetet të lira. Ai si poet, në dramaturgji, në radio, e gazetari, e kështu me radhë. Sot është sekretar general i Unionit të Kritikëve Shqiptar, sot është bashkëpunëtor bashkë me Reshat Sahitajn, MNE, Zonja Zotri për ju, për ne, për të gjithë, Lan Qyçalla. Një që duke bërë një moderim të atashëm. Reshat, faleminderit shumë. Po drejtohem me Reshat, se vetë na i ke thy krejt barierat, mos me të drejtu me shumë tituj, po si mikun më i afërt, prej atyre ditëve të larta, të vështira, kur je kon derë e hapur prej presidentit e teri tek njeriu më i thjesht. Dejtë Albini. Dejtë Albini në Berlin. Në Bruxelles. Mirë, kishim pas në përgjithësi qytet një njeri si puna juaj edhe si familja juaj. Faleminderit që jesonte këtu me ne. Faleminderit që keni ardhur si një trekëndsh i bukur që e me punën tuaj po doni me vazhdu suksesshëm, siç është Unioni, po e quaj Unioni i Kritikëve dhe i Kritikëve Shqiptar. Unioni shkrimtarëve dhe i kritikëve shqiptar. Është unioni që u krijue kur u ktheve mas sa vitesh mërgim? Po, mas 20 vite në mërgim, pas përfundimit të luftës në Kosovë, sepse unë as fëmijët e mia, as në familja ime, kur s'kemi guxuar marrë në këtu, mirë po kemi vepruar në Bruxelles, dhe në vitin 9 qershor kam marrë me forcat e NATO-s dhe kam punuar një kohë të gjatë për NATO-n, domon pas luftës Kosovë. A me forcat e NATO-s hyre? Po. Se me Anne-Marie Lizin, në realitet po e quj sikur me hinë mes NATO, se në NATO ishë hirë dikush tjetër para teje, Behare Regjepi, gruaja jote. Zonja nderuar që e përshëndesim. Takimi i pari një shqiptari me drejtorin e NATO-s. Flasë se Shqipnia stakohej se stakohej, se ishte komuniste, Kosova ishte e shtypur e robruar, edhe një ditë Beharja, me punën tu ju arrit me hite drejtori me i thonë, o gjallë jemi, aman,
Kjo është një epizod shumë i rëndësishëm në jetës tonë, por është i rëndësishëm edhe për Kosovën, sepse deri më atëherë në arkivat e NATO-s nuk ka pas asnjë dokument për Kosovën, kur farë kërkese s'ka pas. Dhe kur shkon Beharja normal aty, ai drejtori i NATO-s e këshyr, thotë më, unë thotë kam me një shqiptare, s'kam me ty takim, thotë më, unë jam shqiptare, jo, thotë, se ai ka pas një paragjykim se shqiptarët shkojnë me shamia, janë veshura kështu si primitivet paditura e kështu me radhë. Që ka bërë propaganda në Serbia, dhe e thirr sekretari thotë në telefon, thotë ju lutem bjema letërnjoftimin që sa gruas që tu që ka ardhur kur është, thotë kosovare. Edhe ata fillon më pe aty, fillon NATO dhe sot kushdo që shkon nesër me bo në arkiv, me bo libër për NATO-n, do ta shihni, po pastaj e keni librin e Gert Ahrencit, ambasadori i konferencës paqes, që shkruan për Beharën, është një diplomacia mbi temën e thikës, ku shkruan gjërësisht për takimet e Beharës në konferencën e paqes, për letrat e Rugovës, që Ibrahim Rugova i ka quajtur letër konferencës paqes që Beharja është përfaqësuese e Kosovës në konferenca të tjera. Pra është bën një punë shumë e madhe dhe natyrisht sot po gëzojmë lirinë. Kur është dashur me ikë prej Kosovës, siç ka ikë Volodimiri para 2 vitesh nga prej rusëve, ti prej serbëve, ka qenë goxha vështirë. Po unë besoj që vështirë ke përjetuar edhe faktin se tash me çdo kusht duhet me depërtu në rrugën e rezistencës, politike, diplomatike, e me të metë onash ajo dashuria e parë që ke pas teatrin e filmin e... Po në fillim e kemi qenë me Sefo Betakrasniqin, ka pas fatë unë që kam punu me regjisori më të njohur të Kosovës, në atë kohë Sefo Betakrasniqi, cili po se ardhi nga Zagrebi, studimet e Zagrebit, dhe kam punu me te, pastaj me Jusuf Kërvallën, bashkë Sefa, Jusuf Kërvalla, Skënder Tafaj, Avdush Hasani, shumë të tjerë, Teki Dervishi shumë të tjerë. Mirë, po gjatë punës sonë, Sefo Betakrasniqin udhba asaj kohë se pat kidnapue, edhe ne u detyruam, domethënë 3 ditë ka qenë Sefa i Pak pa ju kapa dhe juve. Edhe ne ikëm, pas ne shka ardhi Jusuf Kërvalla, pastaj në Gjermani, unë e Sefa kemi shku në Bruxelles, edhe kështu me radhë, domethënë ishte koha kur kemi shpëtuar pa ovra, pa u burgos, në atë kohë se kemi ikë për kohë. Të gjithë ishi krijues. Interesant, ha? Është më rëndësishme. Të teatrit, të poezisë, të këngës, si puna e Jusufit, goxha një tregim që na përcolli edhe në historinë e mëvonshme, na që jemi pak matrise ju edhe e provum, sikur gjithçka fillon prej letërsisë, prej historisë, prej artit, prej skenës, ajo rezistenca që pastaj kultivohet në shpirtin e njerëzve. Kam shkruar shumë për lidhur me këtë, po është me rëndësi se shkrimtarët, poetët, këngëtarët janë ata në Kosovë dhe kudo në botë që e kanë ngritë vetdijen kombëtare të shqiptarëve. Nuk merrem me mend ju, për shembull Ymer Elshanin e kanë, domthonë 99-ën Ymer Elshanin Serbia ka vrarë. Ymerin 4 fëmijë ka vrarë. Gruan e ka vrarë, nonën e ka vrarë, veç një qik i ka shpëtu të Uta Elshani, ka shpëtu. Donë poetëkon, nuk ka përmendore të Ymer Elshanit, pastaj kemi Recep Elmazin, pastaj kemi Vazi Grajqevsin, pastaj kemi Adem Demaci, që në vitin 1900, kur mosha 22 veçara, ka shurë marrin qarpit e gjakut. Imagjinoj sa njerin e ka fascinu, sa njerin e ka vedisu Adem Demacin atë ku. Pra letërsia, muzika, arti ka ngrit vetdijen kombëtare. Nuk është pushka është patjetër se duhet edhe me push, por këta janë elita që e kanë ngrit vetdijen për një rezistencë të ardhshme të Kosovës. Lan, si je më Lan? Mirë, Mi serdhe? Mirë që gjetëm, faleminderit. Po si je heburi dhe ut? Po, mirë, po shkojmë kështu. A nuk e mendove prej fillimit në një profesion tjetër me gjetë, po veç në libra, në poezi, në letërsina, apo edhe në rezistencë? Sikur më parapriu atje biblioteka, kur o hapër herë të parë në Bartë të Madhë, atë botë isha në zonë si shkollës fillore dhe ishte një dashuri shumë e madhe, flakte e zjartë, për të shkuar në bibliotekë, për të regjistruar dhe për të lexuar. Dhe pikërisht ndikoi krejt ajo që morra këtë kohë, këtë rrugtim që sot e ndjek edhe sot. Letërsi, histori dhe aktivizëm i përhershëm. Për herë këto aktivitetin më veç
prej shkollës mesme kur kam nisë. Si union i shkrimtarëve dhe kritikëve shqiptar, do në zemër kjo u kriju sepse ju nevojit ke hapësirë ma shumë me punu mas luftës, apo rëshati tash inali ato diplomatike, politike, kështu, dhe deshtim ju fut letërsis, botimeve, poezis, e kështu me radhë, edhe e kryut unionin. Cilin vit është kryu unioni i shkrimtarëve dhe kritikëve shqiptarë? Reshati ishte ideator, ashtu si që ishte ideator që përmend edhe ma lartë, pak ma para atje për ideatori edhe kreatori gjithë veprimtarisë bujshme adhetare për sensibilizimin e çështjes së shqiptare atje në Parlamentin Evropian, po kështu, sa po u kthy pas luftës, më njëherë si ideator tha të gjitha shoqatat, se vërtet u formuan shumë shoqata, shumë klube shkrimtarëve, ta themelojmë dhe ta formojmë unionin e shkrimtarëve, të gjithë një union të përbashkët dhe majtëm kongresin. E qytëm ashtu kongres i gjithë shkrimtarëve në Prizren atje, ku morën pjesë duket rreth 300 shkrimtarë nga gjitha trojët shqiptare dhe nga Mërgata, u themelua ky union. Edhe si i tillë funksionon, edhe si i tillë funksionon. Pra me këtë ide, me këtë strategji të Reshatit, ku dëshironte që bashkarisht të gjithë krijuesit të jenë në një ombrell të përbashkët dhe me këtë ombrell ta përfaqësojmë letërsinë shqipe në arenën ndërkombëtare. Ky ishte synimi i tij dhe vërtet edhe ja ka arrit me këtë synim, me këtë veprimtari, me këtë union të shkrimtarëve, të cilët përpos neve që na njohu edhe na I hapi dyert në letërsinë europiane, po ashtu edhe shkrimtarë të më eminent, kritikët më të shuar të letërsisë frankofone na I solli këtu në Kosovë pikërisht. Ky është pra... Frankofone se frankofon, shkoj me ti aty, ka mujt me konë edhe anglofon. është çudi sepse është rrjeti jonë quhet AICL, në Paris është selia jonë dhe ne jemi aktualisht në këto momente jemi një ndër rrjetet më të fuqishme botërore ku ka shkrimtar nga Gjermania, nga Amerika, nga Spanja, nga Portugalia, nga Uruguay, nga Rusia, nga gjitha vendet e botës kemi, por vetëm shkrimtar të cilët flasin dhe shkruajnë frangjisht në vendet e tjera. Edhe kur e majmë kongresin, tash qershore kemi kongresin, flitet frangjisht, domethënë aty gjithë vinë aty, flasin frangjisht, të zgjidhen me kryetarin, dhe unë jam nën kryetar, Daniel Liversi është kryetar i rrjetit botëror, unë jam nën kryetar i rrjetit botëror, domethënë aty kam një ndikim. Si se beti mirë, ka herë kemi biseduar që do të bisedojmë për, sidomos për punën tuaj, për unionin e shkrimtarëve dhe kritikëve shqiptar, për punët e sukseset dhe do të vazhdojmë, po se bepi mirë na sollet Volodimirin. Volodimir, mirë se erdhe. Welcome. Ну, по-перше, я хочу привітати всіх косоварів. Së pari dua të uroj edhe të shiroj gjithë të mirat për Kosovën dhe organet shtetërore të saj, që na pranuan dhe po kujdesen për ne. Я хотів би привітати свою неньку Україну. Dua ta përshëndes nënën time në Ukrainë. Привітати наших вояків. Ushtarët trimat e forcave të armatosura të Ukrainës që aktualisht po mbrojnë lirinë dhe pavarësinë tonë. Dojnë me zhvillu një intervjist me Volodimirin, këtë gjam me vështërsi, se dhe ju me vështërsi po komunikoni, po dëshira juaj është që si që keni bërë një antologji me krijuesit franceze shqiptar, doni me bërë dhe një antologji me krijuesit shqiptar dhe ukrainase. Kjo është një plan I imi që kemi filluar para 2-3 ditësh, që të bëjmë një libër në Paris, ta botojmë një libër në Paris, dje kam folë me miqtë tanë të shoqatës sonë në Paris, që ta bëjmë një libër në solidaritet me luftën që po zhvillojnë, me rezistencën në Ukrainë që po zhvillojnë kundër një superfuqie. Ukraina me 42 milion banor për rezistojnë. Në mesin e tyre mos harroni ka shkrimtar të cilët kanë vdekur në luftë, ka poet të cilët kanë vdekur në luftë, edhe tash ne të ta bëjmë si vjet nëse kena mundësi, do me bëjmë një libër të përbashkët, jo vetëm shqiptar, se ishte në fillim vetëm shqiptar, antologji shqiptar Ukrainë, mirë po të ta bëjmë një antologji me
shkrimtarët nga Ukraina, nga Franca, nga Spanja, nga Gjermania, nga Zvicra, domon europian. Krejt koalicioni. La poezi kontemporane albaneze, kjo ishte ajo... Kjo është që kemi bërë me shqiptarë, të gjitha trojeve shqiptare. E të gjitha trojeve shqiptare, poet. Janë poezi, Janë poezi, se cili por është një libër i cili ka hyrë, kjo është një libër shumë i vlerësuar nga se ka shkruar gazeta prestigjioze Parisien, ka shkruar gazeta diplomatike, diva diplomatike e Zvicrës, plus në televizion të Francës kam qenë unë për këtë libër, kam folë për 15 minuta në lajme televizive kam qenë, pra është një libër që ka vlerësuar dhe tani kohëve para pak kohësh është bërë një reportazh për këtë shtetet e Evropës, edhe në mesin e shtetet e Evropës, kur flitet për Kosovën, flitet për pavarësinë e Kosovës që ka vetur në 2008, dhe është ky libri më emblematik aktualisht i Kosovës që përmenet në Evropë. Edhe shtëpia botuese Harmatan, a? Shtëpia botuese Harmatan, të cilën po falenderoj tash përmes emisionit, sepse... E që i duar Trokasin me patjetër? Në shtëpi botuese e njohur në tre kampanja, Kajar, Albanisen, Galimar, tash kjo është e katërta në Evropë e njohur, domthonë ka emër, është shtëpi e njohur. Monsieur Rechat, tu parles très bien français. Oui, je parle, mais pas très bien. Volodymyr, sa Volodymyra ka në Україnë? Sa мільйон? Ну, по-перше, я хотів би сказати, що наше... Так, стоп. Shumë ka, po njashtë. Volodymyr Zelenski. Дякую. Do të më ndihmoni edhe ju, një intervist me zotrinun e nderuar Volodymyr, që e kemi musafir, dhe pyetja e parë për juve, zotri Volodymyr, mirë se erdhe, dhe sa kohë ke që je në Kosovë? Ну, ви знаєте, шлях до Косова розпочався на самому початку війни. Це був 22-й рік, початок повномасштабного вторгнення росіян. Pas fillimit të pushtimit të plotë rus të Ukrainës, gruaja ime arriti të nisej për në Lviv për të vizituar vajzën. Burri i saj u ofrua vullnetar për në front dhe e la gruan e tij vetëm me fëmijën në krah. Дивитись за дитиною. Ai vdiq në tetor. Kështu që qëndrova në fermë, duke pritur që forcat tona të armatosura të ishin në gjendje të na çlironin. Нас скоро розіб'ють ворога і його виженуть. Але судилося не так, як сталося. Pra isha në rajonin e Luhanskut për 7 muaj dhe pash se si pushtuesit sundonin tokën e lindjes. Gjatë kësaj periudhe kam punuar me librat e mi. Deri në dhjetor të vitit 2022 përfundova librin Të jetosh për të dashur, që flet për historinë e familjes sonë që nga mesi i shekullit të 19, të cilin arrita ta transferoja në Lviv për shtypje. 10 грудня Sa i përket dy veprave të tjera që po i mbaroja, ato nuk ishin të destinuara të shihnin dritën e ditës, sepse në fillim të dhjetorit 2022 prita një mysafir të paftuar. Ishte një bastisje e zakonshme banditësh, kur ata as nuk trokitën në derë, por e shkelmuan me qizmet e tyre dhe ushtarët hynë me forcë në shtëpi. Me hodhën në dyshemi dhe filluan të më kontrollonin. Ata me njerë hodhën një qese mbi kokë dhe unë munda të dëgjoja vetëm britmat e tyre kur e pan flamurin ukrainas, kur pan literatur mbi historinë e Ukrainës dhe biografin e Stepan Banderas. Të gjitha gjërat u hodhën nga sirtarët, të gjitha librat u shpërndan në dyshemi, madje e kthyen divanin përmbys e thyen edhe gitarë. Pas 2 orësh taljesh të tilla, më thanë se akuzohesha për terrorizëm. Pastaj më dhanë mundësinë të vishja diçka.
më lidhen duart, më shtyn në një makinë dhe më quan në një drejtim të panjohur. Ne udhëtuam me makinë për një kohë mjaft të gjatë dhe në fund e gjeta veten në një bodrum betoni. Ishte atje që I kalova pothuajse gjithë kohën time vetëm për 3 ditë. Натягли мішок, вивезли Më shumë mundësi ata nuk kishin asgjë. кладовище за містом. І наказали, щоб я не знімав мішок цілих 20 хвилин. Me shumë mundësi ata nuk kishin asgjë për të më treguar dhe me 28 dhjetor, gjithashtu me një qese në kokë, këta burrat panjohur me uniformë ushtarake me quan në një varrezë të braktisur në qytetin e Luhanskut. Mi zgjedhën duar, por më udhruan ta hiqja qesen vetëm pas 20 minutash. Kështu që pa para dhe me një pasaport të grisur, mbeta vetëm dhe u detyrova të gjeja një vend ku patrulla nuk do të më çonte para orës policore. Për fat të mirë, një djalë duke më parë në anë të rrugës, ndaloj, më qoj me makinë në Luhansk dhe madje më dha dhe para për një minibus. Kështu që shkova te miqtë e mi dhe që andej ata më quan në shtëpinë e tyre. Sigurisht nuk kishte kuptim të qëndroja atje, kështu që më ndihmuan të largosha për në Ukrainë, në territorin e lirë. Pastaj ishte jeta e një personi të zhvendosur brenda vendit, në një qytet modular, ku u përpoqa të punoja si gazetar. U regjistrova në organizatën rajonale të gazetarëve të Lvivit dhe shkova në Kiev për të rinovuar certifikatën time të gazetarisë. Ishte atje kryetari I Unionit Kombëtar të Gazetarëve Ukrainas, Serhij Tomilenko, I cili më sugjeroi ne mua dhe disa të tjerëve që të shkojmë në Kosovë. Kështu përfundova këtu. Дружина і зараз у Львові. Моя донька старша, ні, вона в Добромирі, а донька старша... Jo, gruaja ime është në Lviv me vajzën e madhe në Dobromyl. А молодша донька, вона у Польщі, теж виховує vajza e vogël me nipin tim janë në Poloni. Так. Ju jeni gazetar. Me çfarë po merreni këtu në Kosovë gjatë kësaj periudhe që keni qëndruar në Kosovë? Ну, знаєте, річ у тому, що саме тут, у Косово, я... Kam punuar për një gazetë të vogël lokale për më shumë se 40 vjet. Dhe kur nuk I vura qëllim të shkruaja libra. Por ndodhi që me kalimin e viteve, përvoja u grumbullua, të dhënat u grumbulluan që shkuan për te I fush veprimit të artikujve të gazetave. Përveç kësaj, kishim një shoqat letrare, të cilën e drejtova unë shpejt, kështu që filluam të punonim në një seri librash të quajtur Emrat e rajonit Novo Ajdar. І вже друкувати в нашій літературному об'єднанні імені Івана Приблудного. Përmbledhja e parë e poezive, Ukraina me vetulla të zeza, ishte debutimi im si poet dhe si drejtues I një shoqate letrare. Më vonë, librat me poezi, Ajdar, Madonas dhe Vargjet e shpirtit tim, u botuan në rajonin e Luhanskut. Pastaj pati një seri librash në drejtime të ndryshme. Për shembull, shpesh I kaloja pushimet e mia të punës duke udhëtuar për gjatë lumit Ajdar, të cilin e kalova disa herë me varg nga burimi deri në grytderdhjen e tij. Pra, pas ekspeditës së 4 u shfaq libri Ajdar, dashuria dhe dhimbja ime, I cili ngriti çështje të mbrojtjes së mjedisit të natyrës në rajonin e Luhansk dhe trashëgimisë së saj kulturore. Ishte një rast kur në vend që të merrja pushime, shkova të punoja si qumshtar në një fermë kolektive dhe botova një vepër krijuese. Si punova si qumshtar? U botua me një vazhdim në disa numra të gazetës rajonale dhe u vlerësua me çmimin më prestigjos të rajonit të Luhanskut, Garda e Re.
Në një ekspedit tjetër, krijuese lodha këngë të përzemërta nga rrethi Novo Ajdar. Shastivki janë poezi këngësh që përshkruajnë jetën e përditshme, zakonet dhe sjelljen e fshatarëve. Kam punuar për t'i mbledhur ato për disa vite, por nuk munda ta përfundoj. Synoj ta përfundoj këtë punë këtu në Prishtinë, sepse miqtë e mi, pas një kërkimi, praktikisht nxorën nga flakët dosjen me dorëshkrime dhe e solla me vete. I kushtova shumë vëmendje temës së luftës së dytë botërore, shpesh takohesha me veteran dhe u përshkruaja fatet e tyre të jashtëzakonshme. Por i pari ishte libri Gjaku Vendas, ku tregova se si 35 vjetë më vonë, një nën gjeti djalin e saj që i ishte humbur gjatë luftës. Prandaj erdhën librat, Beteja e fundit, urdhëruar për të mbijetuar, Adheu i dytë i Ali Shahimit, Letrat e humbura dhe të tjerë. Unë vetë u rrita në një shkollë me konvekt, sepse pas vdekjes së babait tim, nëna ime nuk mundi t'i siguronte familjes gjithçka që u nevojitej. Pasi mbarova shkollën, për përvjetorin e shkollës, shkrova një dokumentar për miqt dhe mësuesit e mi. Botova edhe një libër të veçantë, Musketjerët Novo Ajdar, të cilin e shtypa këtu në Prishtinë mendimin e botuesit të shtëpisë botuese Buzuku Abdullah Zeneli. Një gjë interesante që doja të theksoja, një vit më vonë pata takimin tim të parë me kryeministrin Albin Kurti. Pastaj i premtova se patjetër do të shkruaja një libër për Prishtinën dhe do t'ja dhuroja personalisht. Libri është shkruar, pothuajse i gjithë tirazh është shitur, por një kopje me një nënshkrim mirënjohje për Albin Kurtin tani po pret kohën që unë të mund ta përmbush premtimin tim. Edhe këtu vazhdova, shkruaj poezi, kushtuar si Ukrainës, ashtu edhe Prishtinës. Unë kam botuar tashmë librin e parë me poezit e mia dhe poezi nga poet kosovar në interpretimin tim. Ukraina e karbonizuar bërjehon në hapësirën informative të gjithë Evropës. Ne u pritëm shumë mirë këtu në Prishtinë. Na pritën shumë mirë. Kjo është një temë vete. Por fakti që tani do të kemi mundësinë të dëgjohemi e lexohemi edhe në Francë dhe vende tjera evropiane, është shumë i shëndetshëm. Edhe falë, më na kthy latinicë dhe ju se çirilit pak. Zotri Volodimir, e kam edhe një pyetje. Çfarë kanë të përbashkët shqiptarët edhe ukrainasit në historinë e tyre? Në mentalitet, në tradita, në kulturë. Tradicie. Šta imaju zajedničko? Albanci, Ukrajinci, mentalitet, historiя. Зрозуміло, дякую. Папо, що я можу сказати щодо цього питання, то дійсно менталітет kosovariv. Çfarë mund të them për këtë gjë? Ka ngjashmëri interesante bile habitse. Ngjashmëria në mentalitet qëndron tek zemra e hapur, mikpritja, të ndihmojnë dhe gjithmonë të përgjigjen me dhe gjithmonë i përgjigjen mirënjohjes me mirënjohje. Kjo është këtu në Prishtinë edhe në Kosovë. Ashtu është edhe në Україні. Інколи, коли ходжу я по вулицях Приштини, і я інколи забуваю, що я в Prishtinë, що я в Kosovo. Meni кажеться, що це всі мої рідні. Kur kaloj rrugës nëpër Prishtinë dhe nuk mund të kuptohemi, багатьох звертаюсь українською.
і мене розуміють. Njerëzit kur e marrin vesh se jam ukrainas, me njëherë më thonë, lavdi Ukrainës. Koszulę, Szaszawa koszulę, tradycjonalna. Nie, koszulę. Szaszawa. Çfarë është kjo qëndisja në këmish që e ke? Я скажу, що Po. традиційна Kjo вишиванка këmisha ime ka një qëndisje interesante. Навіть є Qëndisje të këtilla i shoh edhe tek veshjet e juaja. Këtë qëndisje ma ka dhënë gruaja ime. Është tradicionale dhe e veshim për festa. Do më thënë këtë e veshi vetëm për ngjarje shumë të rëndësishme, sepse këtu qëndron simbolika tepër apo më e rëndësishmja e jetës tonë. Është harta e Ukrainës në veshjet. Do kemi bashkë akoma. Lan, ka një diçka, jeni ndër zërat më të fortë për çështjen e muhaxhirëve shqiptar. Themi pse vrarë tingëllon, ishte i nevojshëm themelimi i shoqatës për të dëbuarit e muhaxhirëve shqiptar? Patjetër. Dhe muhaxhirët shqiptar. Patjetër, ne ke prek aty në plagën më të madhe, cilën e kemi që 147 vite qysh prej shpërngulje masovik, për shpërngulje, jo shpërngulje, po prej dëbimeve dhe për ndjekjeve të dhunshme, edhe ndër masakrat më të mëdha që janë bën në historinë e popullit të kombit shqiptar është masakra edhe për ndjekja e shqiptarëve të Sanxhakut në Ishit atje. Si që e kam thonë edhe në një emision pikrisht këtu në Odeon ku kam qenë, po e përsëri se nuk është e tepër. Themelimi i kësaj shoqate pati qëllimin kryesor sensibilizimin e çështjes së muhaxhirëve, derisa mbi 746 fshatra me 4 qytete që ishin etnikisht pastra me 430.000 të përndjekur, mbi 61.000 janë të vrarë, të masakruar edhe të djegur të asaj kohe dhe askush këtë periudhë, këtë përndjekje, këtë dëbim, këto masakra shumë pak u heshtën për 127 vite, erdhi koha që ne ta themelojmë këtë shoqatë, dhe pse ishte shoqata atje e muhaxhirëve, por që pak i dha sensibilizim kësaj çështjes së muhaxhirëve, ne domosdo koha ajo plagum e kahershme e së gjyshërve tonë, të cilët ne për fat të mirë na e rujten identitetin ton duke na quajtur në bazë të katuneve atje prej Ngarillim, e kemi marrë edhe mbiemrin Qyqalla, Prebreza, Eshanica, Gjigoli, Gërguri, Tërmkolli, të gjitha këto për fat të mirë tonin që i rujtëm këtë identitet për të ditur gjeneratat e sotme nga e kemi prej ardhen. Derisa shteti nuk bëri asgjë. Kisha pyetje të radhe, sa mendoni se shteti edhe Republika e Kosovës, po dhe ai shqiptar ka bën mjaftueshëm për trajtimin serioz të kësaj çështje të muhaxhirëve, të shpërngulurve? E ke shtruar një pyetje shumë të mirë, nga se pikrisht shteti ju e thata ka bërë mjaftueshëm. Unë them që shteti jo mjaftueshëm, por nuk ka bërë asgjë, asnjë lëvizje nuk e ka bërë përkundër gjithë asaj shoqata që është aktivizuar, ka qenë shumë aktive dhe e ka sensibilizuar deri dikun. Të them të drejtën, pikrisht televizionet shtetërore që ka qenë më parë, edhe që është edhe sot DRTK-ja, nuk na i ka hap dyert asnjëherë që na thirrin si mysafirë dhe të sensibilizojmë çështjen e muhaxhirëve, sepse kishim edhe fakte dhe argumente, ne mbledhëm, dolëm në teren, mbledhëm të gjitha ato tapija të cilat i gjetëm në popull, i kishin ruajtur me dashurinë më të madhe. I keni gjetë, keni shumë? I kemi gjetur. A mund të stivojmë barëm në arkiva në këto në mënyrë që le të jenë bazë për studime edhe kumtesa edhe punë shkencore historike?
Se na në ditë duhet me shënu, bota duhet ta di. Pikërisht kjo në zotin Eim, se shteti thash asnjëherë institucionet shtetërore, përkundrazi ne i majtëm 7 simpoziume shkencore, i hapëm edhe fotoekspozitat me fotografi të viteve 1877-78 që kanë shkruar gazetat e atëhershme për ato përndjekjet shqiptarëve dhe për ato masakra që i ka kryer popullata serbe në bashkëpunim me Rusin, por gjithmonë edhe në një marrëveshje që e kanë nënshkruar mes Serbisë, që ata përmes Rusisë që kishin si forcë aleat kryesor edhe Turqisë. Po, pra, nuk u sensibilizu, nuk u qitën në shesh të gjitha ato, u gjetën dokumentet, vetëm në një familje në Landovis, të azom kemi gjetë dikun, i kanë rujtur, ju s'kemi gjetën, po ata i kanë rujtur dhe në ndajmëruar që i kanë dikun rreth 50 dokumente me originale, me tapi të atëhershme të vitet, ato tapi janë të vitet 1870, po pikërisht janë në osmanishtën e vjetër, edhe janë me myhyrë të mbretit, do thot qysh janë rujtur ato, po, mi përkthy, po... Në mos me shejue gjurëmet ku i kemi pas, ku na kanë dëbu? Po, vetëm si shembull, po, si penges, se jo që na kanë mbështet, po, vetëm si penges, po e ceki këto, për hir të opinioni që duhet të njihen edhe të gjithë të din, ne e hapëm një fotoekspozit atje në Gjilan, sepse edhe atje ka shumë muhajgjer, edhe pas 3 dite, 2 dite ku ekspozita duhet të rinë të hapur atje 15 ditë, ta vizitonin të gjitha shkollat e mesme të njiheshin me atë kohë, me atë periull, me masakrat cilat janë bërë, edhe na e mbylli kryetari atëhershëm i Gjilanit, zoti... Pe kujt ishte ndikimi? Pe Turqis a prej... Nuk e di, zoti... Nuk e dinim, po... Prej Serbis nuk mujna me thonë se si n'gojna. Zoti kryetar Lutfi Aziri na e mbyllim mas 2 ditë, thot do ta mbyllim këtë fotoekspozit dhe... Po na në kohën. Nuk e di unë ato, po ne si shoqat jemi vërtet duhet të punim ma shumë. Arrini me punu mjaftueshëm, unë e quj stivim në grumbullimin e materialeve, në shënimin e tyre, mundësisht në përkthimin e tyre, se unë e di që kjo është aktivizëm krejt në baza vullnetare, duhet mjë përkra dikush. Apropo kësaj, zotin Reshat, ndikimi juaj real, politike, diplomatik, ka qenë shumë i dukshëm, e kemi pas shqiptarët në atë kohë, edhe krejt ka qenë në bazat të aktivizmit kombëtar që e keni pas. Tash, a menoni se sot shqiptarët janë më të ndarë politikisht se dikur? Apo jemi të zëshëm mjaftueshëm se i kemi ambasadat, i kemi konzulatat, i kemi apo... Si e she? Edhe gjuhë tragedin që të regoj Lani lidhur me muajgjerët. Shëmull, mirë, po sot tash e kemi qeverinë tonë, kemi shtetin tonë, kemi ambasadat tona, të cilat duhet të kujdesen për hapjen e një ekspozitet të tillë, po zomë, në Berlin, Bruxelles e në qendra tjera, plus të gjitha këto dokumente që thava duhet të stivojmë dhe të bëjmë një libër shkencor në gjuhë frangjishtë, në gjuhë anglisht, në gjuhë tjera dhe të sensibilizojmë opinionin botëror. Mirë, po ne që 25 vjetë Kosova e lirë, unë e njoh shumë ambasador, po për gjithë ambasadorëve të Kosovës që janë jashtë, është me idealimi që përshëndeti, Luzi Mjeku, është Skënder Kishmari, dhe disa tjerë që janë duke punuar, Sabri Kishmari, më mendoj, që janë të cilët janë aktiv për me sensibilizuar çështjen kombëtare atje ku janë, në to vendet ku janë. Po për tyre, më i zëshmi është me idealimi në Paris, i cili bën promovimet të libra, që tash para një javë ka bënë promovim të Aga Apollonit në Paris, edhe ne nuk jemi, ambasadorët tanë janë të heshtur, pastaj mungon edhe për krahja, mos harroni se të botosh një libër në Francë, ose të bash një libër një ekspozitë si mendon as në Lani me bë, duhet me pas mjete materiale, të botosh një libër, me pas me shtru darka, me shtru, që unë tash në Armen e kam një roman që si do të botohet, do të
takojsh njerëzit, duhet ambasada jonë, domon ambasadori jonë, sekretari ambasadës që mirët për kulturë, për na kemi vetëm ambasadorin, ata duhet me vrapu në për gazeta, duhet me vrapu në për vendet të ndryshme, se për politikës po flas, për shkak se tash politikë nuk mund të bëjmë, po ato që mund të bëjmë ne, në mënyrë personale, në mënyrë individuale, janë shoqatat, por këto shoqatat duhet përkrahen nga qeveria që ne të kemi mundësi të bëjmë diçka. Mirë po, ne nuk kemi, aktualisht nuk ka fonde të mjaftueshme për të bërë diçka të tillë. Shembull, të bëjmë një vepër si që thamë përpara, që jemi duke është në plan për të ardhmen me bëj Ukrainë dhe shqiptar, a di çfarë buje do të bënte në Paris, a di çfarë buje do të bënte në Gjermani, a di çfarë buje do të bënte në shtete të ndryshme, shqiptarët po solidarizohen me luftën e Ukrainës. Automatikisht imazhi i shqiptarëve të Kosovës ndryshon, imazhi i Kosovës ndryshon. Po nuk kemi të bëjmë. Po ata vetëm një plotësim, nuk shumë një teknologjia vetëm. E përmendet atje për stivimin e gjitha atyre dokumentacionit. Ne kemi kam kërku si shoqat që ta kemi një zyre qysh e kanë serbët e kanë zyren për kthimin e serbëve, ta kemi në zyren e muhajgjerëve pikërisht në qeverinë e shtetit tonë, sepse edhe sot lehet atë botë, po edhe sot kemi muhajgjerë të cilët për ditë i kemi që po i dëbojnë edhe po i përndjekin duke ja undrua adresat ku di unë të Medvegjes, pasivizu adresat e tuja pasivizu adresat, do thot është një formë e presionit ndaj asaj populate shqiptare të asaj treve. Do thot edhe sot kemi muhajgjerë, edhe sot ne nuk e kemi një zyre që duhet patjetër ta kemi zyren pranë qeverisë së shtetit. Muhajgjerët e ri tani. Po jeni shumë muhajgjerë, jeni, edhe unë jam. Unë jam govor, nga fshati govor afër Nishit. Edhe atë me që jena shumicë, në zgjedhjet e ardhshme, i qesim deputetet tonë, mundësisht, profesora, doktora të ditur, edhe zgjedhin të çështje. A shkojmë me pak marketingu e kemi më kthy me fol për atë që më shumë jemi mbledh, po që jemi mbledh sonte bashkë këtu për letërsinë, për botimet, për romanet, për ecim me marketing dhe kthehemi pas pak.